Albin Kurti ka reaguar për çështjen e ish-krerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës dhe po gjykohen në Hag, duke deklaruar se asnjë vendim gjykate nuk mund ta cënojë vlerësimin e luftës së UÇK-s. Pas takimit me kryetarin e LDK-s, Lumir Abdixhiku, Kurti u pyet edhe për propozimin që ish-presidenti Hashim Thaçi t'i vazhdohet mandati në rast se shpallet i pafajshëm. Ai briti qartë se diskutimet për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm janë të natyrës politike dhe sipas tij duhet të mbahen të ndara nga proceset që zhvillohen në sistemet e drejtësisë. Kurti, i cilësoi luftën e UÇK-s si një përpjekje çlirimtare kundër pushtimit serb, tha se beson në pafajësinë e ish-drejtuesve të saj që po përballen me akuzat në Hag. Ai u shpreson për një përfundim të favorshëm të procesit gjyqësor dhe kthimit të tyre në Kosovë, duke theksuar se besimi në pafajësinë e tyre mbetet qëndrimi i tij kryesor. Në të njëjtën kohë, Kurti nënvizoi se negociatat me LDK në zgjedhjen e presidentit apo presidentes së ardhshme janë në proces krejtësisht të veçantë. Sipas tij, diskutimet mes partive politike lidhen në një marrëveshje për kreun e shtetit dhe mund të kushtësohen nga zhvillimet apo vendimet e drejtësisë. Gjykata speciale në Hag pritet të shpallë me 16 shtator vendimin për ish-krerët e UÇK-s, proces që prej vitesh janë ndjekur me vëmendje të lartë në Kosovë.